religious friends on this indoctrination. Let this message be sent. Donald Trump rikthehet në shtëpinë e bardhë si president pas një betejë shumë të gjatë ligjore. Ai mundi të fitojë një betejë historike për republikanët dhe sot gjithë shtypi botror zihen për këtë fitore kaq të madhe. Ndërkohë që po aq shumë zihen edhe Tirana jon, politikanët tanë kanë nxituar që të nxjerrin nga sirtari ato fotografitë para 4 viteve kur ai ishte ende president, dhe ndërkohë kemi një situatë krejt tjetër nga ajo që ishte më përpara. Unë kam të ftuar sot zotin Lavdrim Krashi, deputeti i Partisë Socialiste, faleminderit që jeni në studio. Zotin Pano Soko, bashkëthemeluesi në Sturje, faleminderit. Zonjën Erisa Xhixhos, vëndëspresidente e Partisë së Lirisë, faleminderit. Faleminderit. Dhe zotin Avenir Peka, kryetari i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë në Partinë Demokratike, faleminderit që jeni në studio dhe njoh shumë mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare. Si lexohet zoti Krashi gjithë kjo fitore e Donald Trumpit në Tiranë? Në Tiranë lexohet ajo çfarë shikohet. Do të kemi parasysh që janë entuziastë. Nuk e di, unë nuk kryej entuziastët, janë zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është zgjedh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të thotë që kanë votuar qytetarët amerikanë, kanë votuar për 2 ose 3 gjëra, ka disa pika për të cilat ata kanë votuar, në shumicë në fakt është fitore historike në sensin që është i dyti në fakt presidenti i cili ka 2 mandate, por jo në mënyrë të vazhdueshme. Pra ka një boshllok, pastaj mandatin e dytë. Ka disa karakteristika të veçanta, por në fund të fundit qytetarët amerikanë kishin përpara 2 alternativa, dhe kjo është demokracia, kjo është politika. 2 alternativa e zotit Trump që fokusohen në ekonominë, e cila ndonë se ka pasur përmirësime gjatë viteve të fundit, gjithsesi për qytetarët amerikanë jo mjaftueshëm për t'i dhënë një mandat të dytë Partisë Demokratike, i dim dhe problematikat që kishte Partia Demokratike Amerikane me përzgjedhjen e kandidatëve të tyre, çështja e migracionit, që është shumë e nxehtë dhe e cila ose ndaj cilës qasjet e të dyja partive politike kanë dallime, të themi, midis njëra tjetrës, dhe e treta ka të bëjë me koston shumë të lartë jetesës. Nuk kërkon shumë research për të bërë, për të parë që kosta e jetesës në Shtetet Bashkuara është shumë e lartë për arsye të kostës së lartë të marrjes borxh të parave që quhet, ose të marrjes kredive, e kosto e çmimeve, kosto e banesave të tjerë me radhë. Pra këto ishin çështjet kryesore. Tani unë nuk e di këtë që thoni ju përsa takon reflektimit që ka Tirana, sepse unë jam i bindur që po ta pyesësh zotin Trump se ku bie Ballkani, do ta kesh shumë të vështirë për ta gjetur, dhe ku bie Shqipëria, jam i bindur që nuk e di fare se ku është. Dhe përsa takon politikës së Shtetet e Bashkuara në mandatin e dytë të zotit Trump në relacion me Shqipërinë dhe në relacion me Ballkanin, ne do të shikojmë si qasje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo të një individi. Natyrshëm që presidenca ka një rol të madh, një rol kryesor, por do të presim sepse jemi akoma në kushtet ku ne dim vetëm se kush është numri 1 në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që do të ketë disa emërime të tjera që do të thotë sekretari i shtetit, që do të thotë disa punonjës të tjerë, të cilët do të jenë përgjegjës, të themi, përsa takon politikave që do të hartojë qeveria e ardhshme e zotit Trump në relacion me Ballkanin, relacion me Shqipërinë posaçërisht nëse është e nevojshme. Gjithsesi ajo që është e rëndësishme është që Shtetet e Bashkuara janë demokracia më e përparuar sot botërore, ata janë djem të mirë të Anglisë, që kanë bërë një demokraci më të mirë, jo perfekte, po më të mirë në krahasim me të tjerat, dhe kërkojnë ose luftojnë që vlerat demokratike të shtetit amerikan t'i shpërndajnë edhe në vendet të tjera. Dhe në këtë këndvështrim e shikojmë. Pra, një këndvështrim shumë të ngushtë përsa takon vendeve të caktuara, aq më pak vendeve të vogla, si që janë vende si Shqipëria, apo vende e tjera të Ballkanit, jo thjesht perëndimor, por se në Ballkan, ju dini që ka 2 koncepte, Ballkan perëndimor me 6 vende shumë të vogla, por ka dhe Ballkan, ku hyn dhe disa vende të tjera shumë të mëdha. Paron, kush është leksioni më i madh që ka marrë politika shqiptare nga zgjedhjet në Amerikë? Për leksion politika shqiptare nga zgjedhjet në Amerikë, natyrisht është të bërit zgjedhje një.
Në Shqipëri ka problem. Megjithëse edhe atje Odiri kishte dalë me një raport që kishte goxha problematika në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Mjaftueshëm për të ndikuar në rezultat. Ishte, domethënë, okay, tani të krahasojmë Shqipërinë me Amerikën Amerika ka qenë shembull demokracie për ne. Domethënë ne mësuam demokraci nga amerikanët. Jo vetëm ne, po besoj se gjithë Europa në fund të luftës së dytë botërore, edhe për shkak të asaj që ndodhi gjatë gjysmës së parë të shekullit, u desh të adaptohej me një rend të ri, i cili në thelbin e vet ka demokracinë amerikane. Dhe ishte Amerika ajo që eksportoi demokracinë edhe në vende të tjera ku Gjermania, Franca etj. Në këto vende u eksportua demokraci bashkë me planin Marshall. Dhe natyrisht që ne marrim leksione demokracie nga Amerika gjithmonë, nuk është rasti i parë ky. Domethënë leksione demokracie për mënyrën e funksionimit të institucioneve, për check and balance, për mënyrën e funksionimit të zgjedhjes, të zgjedhurit. Pra të gjitha këto janë leksione. Po i zbatojmë apo jo? Jo, ata na japin leksione, pastaj tjetër gjë se ne kemi atë metodën tonë, kemi mënyrën tonë, kemi përzgjedhjen tonë të bërit të gjërave dhe nuk është se kemi treguar që jemi në zonës të mirë, me thënë të vërtetën. Pavarësisht se 30 vjet ata janë përpjekur për të na injektuar të dozën e tyre të demokracisë, por ne për 30 vjet kemi të shtuar. Përsëri, nuk kemi arritur dot të ndërtojmë demokraci, kemi mbetur akoma në këtë fazën e parademokracisë. Do të thënë jemi një vend parademokratik. Natyrisht që do donte kohë, po jo kaq shumë kohë sa që na mori shumë kohë. Okej, Avrir, pse gjithë ky gëzim i madh në opozitë për fitoren e Donald Trump? Shikoj herë, presidenti Trump e njeh Ballkanin sepse bashkëshorët e tij është ballkanës, është slovene. Presidenti Trump e njeh qeshin shqiptare sepse është presidenti që është marrë me marrëveshjen midis Serbisë dhe Kosovës dhe është presidenti që ka ulur dy drejtuesit e shteteve të Serbisë dhe të Kosovës në një tavolinë në pozita të barabarta. Presidenti Trump e njeh Shqipërinë sepse familjarët e tij pushimet e verës i kalojnë në Shqipëri. Presidenti Trump e njeh shqiptarët sepse një jetë në New York është njohur me shumë shqiptar në gjitha fushat e jetës. Ju e dini që shqiptarët në New York janë 0.5% e popullsisë dhe janë të përfshirë në gjitha sferat e jetës. Partia Republikane me Partinë Demokratike ka një të përbashkët që janë i përkasin të njëjtës familje politike botërore, grupi i partive konservatore. Po të shikosh historikun e Shqipërisë po edhe të Partisë Demokratike nga viti 19 e tani, ju vjen re që kulmi i marrëdhënieve të Partisë Demokratike me Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë periudhën e republikane, edhe në rastin e Bushit vjetër, por edhe në rastin e Bushit të ri. Presidenti Bush W erdhi në 2007 duke bërë presidenti i parë që viziton Shqipërinë në historinë e marrëdhënieve të vendit. Zyrtarisht, sepse zyrtarisht ish president mund kanë ardhur, po zyrtarisht në detyrë vizitë zyrtare një herë është bërë presidenti Bush, i cili erdhi në Tiranë dhe në krah të Sali Berishës bëri dy deklaratat më të forta që ngelin në historinë e marrëdhënieve të dy vendeve. Shqipëria në NATO dhe njohja e pavarësisë Kosovës. Për sa i përket pastaj gëzimit, po themi, të opozitës apo Partisë Demokratike, më tepër se sa gëzimi, ajo që faroni shikoj është ardhja e para herë besoj që më shumë avantazh për Partinë Demokratike se sa ardhja e presidentit Trump është mos fitoria e presidentes Harris, sepse ai është totalisht në tutelën e Sorosit dhe problemi që Partia Demokratike ka me networkun e Sorosit, s'ka as me Shtetet Bashkuara as me Departamentin e Shtetit në tërësi. Dhe ajo për cilën unë jam i sigurt është që influenca e Sorosit edhe në Departament Shtetit, por edhe në ambasadat caktuar do përfshijë edhe ambasadën tonë, jo vetëm që do të minimizohet, po do të shuhet totalisht. Dhe në pak muaj ne kemi për të parë. Po pse s'u shuhet mandatin e parë? Ta tregoj edhe mandatin e parë. E para herë që ta mbaroj si ide. Okej. Në pak muaj ne do shohim që gjithë rrjeti i Sorosit në Departamentin e Shtetit, nëpër ambasada, nëpër këto vendet ku janë aktive me shoqërinë civile do të nulifikohet totalisht. Do zhduken nga faqja e dheut. Edhe agjendat e tyre të majta, të këtyre të LGBT-ve, gjitha këto shkojnë në paket. Dhe duke qenë se, edhe kjo nuk është vetëm për Shqipërinë, kjo është kudo që janë aktiv. Do çmontojnë rrjetin e Sorosit në Departamentin e Shtetit,
po edhe në institucionet tjera që kanë, po kryesisht ajo çfarë prek Shqipërinë, do të montojnë rrjetin e Sorosit edhe në ambasada. Dhe ne e dim që Soros është jashtëzakonisht. Edhe brenda Partisë Demokratike, tha zoti Murrizi pak ditën e djeshme. Tani mund ka edhe brenda Partisë Demokratike, ajo çfarë po themun është kjo. Edhe po le ta quajmë si parashikim. Po themi në 3-4 muaj deri nga marsi, shkurti, ju ke përparë që ata që quhen Sorosian sot do ikin me vrapë dhe do i shmangen këtij emri dhe do mundohen të disasociohen me emrin e Sorosit. Dhe Partia Demokratike edhe gjatë kësaj periudhe që ne kemi pas problemet me departamentin e shtetit, ne kemi identifikuar me influencën e padrejtë të Sorosit edhe ndikimin që ka pas ai në strukturat, duke i dhënë mbështetje që nuk bën sens as në aspektin politik, as në aspektin diplomatik, as në aspektin interesave strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, qeverisë së Ramës edhe duke mbuluar edhe aferët edhe të korrupsionit, por edhe të trafikut të drogës edhe të organizatave të ndryshme kriminale. Kështu që në këtë fazë jemi që ajo çfarë pritet nga administrata e re është që një fazë reflektimi mbi veten e tyre, ky reflektim do hedhë radarët, po themi ose projektorët, edhe ku kanë pas projektet ata, duke përfshirë edhe projektet që janë bërë, po themi në vendet aleate kryesisht, siç është edhe Shqipëria. Edhe pavarësisht se jemi vend i vogël, ne kemi një avantazh të madh që jemi vend aleat NATO dhe në hierarkinë e aleancave, aleanca NATO është numri 1 për sa i përket Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sigurisht që do ketë vëmendjen, e kanë vëmendjen, ndryshe nga hera e parë, kur presidenti Trump erdhi pa përgatitur në pushtet. Këtë radhë është ndryshe. Këtë radhë e ka pas, nuk mund të them qeverinë hije, po ekipi i tij, këshilltarët e sigurisë kombëtare të marrëdhënieve me jashtë kanë qenë non-stop në po themi në monitorim edhe të marrëdhënieve